Një turk jeton në pyll prej 10 vitesh për të mos paguar taksat, por jeta ka surpriza dhe shikoni se çfarë i ndodhi atij më vonë. Ndiqeni me vëmendje, kush është rastisht le t'i bëj like faqes që jemi sërish, ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Një burr nga Stambolli, tashmë është burr, po ishte djalë i ri, para disa kohësh ai djalë i ri, u martua, njofti një vajzë, u martua dhe nuk i shkoi mirë me këtë. Dhe kështu që u nda me gruan, por ndërkohë pagonte shumë taksa, sepse duke filluar, shiko, ne nëse shikojmë për shembull sa pagojmë gjatë vitit, janë shumë para. Po ta shikoni, qiraja e shtëpisë, telefoni, veshjet, benzina, garancia e makinës, siguracioni, shërbimet për shembull për tek mjeku etj. Ka me qindra gjëra, një pafundësi gjërash që edhe në shtëpi për shembull drita, uji etj. Çajin ato të gjitha. Dhe po të bësh një llogari, ju për shembull tani do t'ju bëj një pyetje precize. Unë bëra një llogari dhe do t'ju them, në fund do t'ju them se sa. Tani do t'ju pyes juve, sa shpenzoni ju në vit? Kush nuk ka shtëpinë e tij, normal që shpenzon më shumë. Dikush që ka shtëpinë e tij shpenzon më pak. Si për shembull, unë shpenzoj rreth 5.000 euro, afërsisht në vit. Që për ndonjërin janë shumë, për ndonjërin janë pak, po unë them që për mua, për shembull, janë normale. Sepse këto janë për shpenzimet e ujit, të dritave, të ngrënies etj. Merrni mend që ka njerëz që këtu për shembull, paktën shokët që kam unë, që i pyes shpeshherë këtu në Rom, periferi të Romës, kam një shok për shembull që ai shpenzon rreth 300 euro në muaj, afërsisht. Pra janë shumë pak. Ka të tjerë për shembull, është një miku ynë që ai shpenzon rreth 10.000 euro në muaj, sepse ka. Por ne po flasim tani një jetë normale, gazin, ujin, dritat etj. Tani, ky Akrani ishte u nda nga gruaja, ishte me qira, sepse u martua. Ishte me qira, u martua, pasi la gruan iku, dhe pagonte shumë taksa, pagonte dritat, ujë, makinat etj. Çfarë kishte që të pagonte dhe ai pa që në një moment caktuar nuk arrinte dot më që të pagonte. Dhe ç'bëri? Një të lënë bëri çdo gjë. Çfarë kishte? Mori vetëm qenin që kishte, sepse kishte një qen, dhe me atë qenin shkoi edhe ndërtoi një kasolle në pyll. Po. Dhe ka 10-11 vjet, mos gaboj, që jeton në pyll. Mirë po shikoni se çfarë ndodhi më vonë. Sepse Arkani në pyll ha ato çfarë i jep natyra. Me një fjalë, frutat gjatë sezoneve, por ndërkohë ai bën edhe ka bërë një baçe të vogël dhe aty bën për të ngrënë. Çfarë gjen? Zakonisht i çojnë edhe të tjerët, fshatarët e tjerë që janë sepse është në periferi, ai, dhe zakonisht i çojnë edhe fshatarët për të ngrënë. Mirë po, çfarë bëri ai? Ai kur ndërtoi kasollen, sepse fillimisht iku kështu, pastaj filloi që ndërtoi kasollen. Në momentin që ndërtoi kasollen, bëri filmime të gjitha me telefon. Po, një të lëmë bënte telefonin aty edhe bënte ka kështu me bateri që karikon nga ato ushtaraket dhe bëri video të regjistrimet që bënte këtë shtëpinë. Mori 1.200.000 klikime. Ai kishte një kanal normal, kështu si ka të gjithë një kanal YouTube-i, një faqe YouTube-i. Mirë po u bëj shumë i famshëm. Edhe ç'bëri ai, nga ajo ditë filloi që të bënte video të tjera. Sot Arkani është bërë një VIP, sepse e njohin që të gjithë. Që të gjithë i vendosin ato si thon komentet, i bëjnë dhurata me para apo ku ta di unë në llogarinë e tij, dhe dëgjoni tani çfarë ndryshimi ka. Arkani në vit thoshte që shpenzonte më shumë se 40.000 euro. Afërsisht 40.000 euro në vit, por me të gjitha gjërat kur ishte në shtëpi, së bashku me gruan e tij. Dhe kur u nda dhe hiku, ai thotë që ato 40.000 unë sot i kam kursyer, sepse i kam në shtëpi.
Me fjalë, i kam brenda vetes, do të thotë që unë nuk i shpenzoj më, sepse drita nuk pagoj, qira nuk pagoj, uji nuk e pagoj, shtëpi jam falas kudo, zjarri nuk e pagoj, nuk pagoj asgjë. Unë jam brenda, thot ai, se si do qoftë kam bërë kasolle, por nuk i detyrohem askujt. Ushqime, çfarë ha për shembull, nga çfarë më dhuron natyra dhe çfarë më sillin njerëzit, dhe kjo ishte ideja e tij fillestare. Mirë po, ai tani me anë të YouTube-it, po është bërë i pasur, sepse me sa lexova, ai bën rreth 80 deri në $100,000 në vit tani. Kështu që në krahasim me ç'ishte dje, që ai $40,000 bënte me fjalë shpenzime i kishte së bashku me gruan, sot ai ka të gjitha për vete, sepse u bë i famshëm. $40,000. Tani, ai normal që nuk e priste që do bëj i famshëm edhe që gjithë do t'i bëjnë edhe crowdfunding. Për shembull, bëjnë kështu, ja organizojnë të tjerët disa mbledhje parash bamirëse dhe herë ja bëjnë depozitat në llogarinë e tij. Sepse u bë një simbol ai tani, jo vetëm i çifteve, sepse nuk e la gruan si gjithë të tjerë që ta rrihte apo ku ta di unë, por tha, nuk është dakord iki. Pra, njeri i civilizuar dhe për më tepër edhe pa problem shkon edhe jeton në pyll. Për këto arsye, meqense u bë i famshëm, është bërë botror tani, dhe shumë njerëz edhe e ndihmojnë. I japin $10, $15, por së bashku ato janë mijëra dollar. Edhe kështu që ai ja fusin në atë llogarinë e tij dhe ai përveç se videove që bën në YouTube, që merr nga YouTube-i, merr edhe këto, po ka miliona klikime, nuk ka 1.000-2.000 klikime, ka miliona klikime. Kështu që jeta e tij ndryshoi. Ai ku është thelbi i kësaj, që ai ç'është e vërteta vazhdon që të bëj jetën e mëparshme. Pra ai jetën e tij të tanishme, jo jetën e mëparshme. Pra ai vazhdon edhe pse doja të thosha me këtë që edhe pse ai merr të ardha financiare, nuk shkon që të jetojë në qytet, por vazhdon që të jetojë aty. Edhe i mbledh ato dal nga dal, ato para dhe i ka aty. Dhe unë doja t'ju pyesja juve, ju a do ta bëni një gjë të tillë, a do të jetonit sot, për shembull, në pyll, në qoftë se sot nuk keni asgjë, pra nuk keni makinë, nuk keni telefon, nuk keni as shtëpi, asgjë, ju do të jetonit në pyll? Shiko, është një sipërmarrje tepër e vështirë, shumë e vështirë. Për shembull, njerëz që unë po flas si artist tani, artistët nuk do ta bënin kurr. Të gjithë artistët, kushdo qoftë, janë pallavra ato që thotë në njëri që unë ta bëj, nuk e bën dot. Sepse artisti e ka në gen atë që është gjithmonë në kontakt me njerëzit. Dhe kontakti me njerëzit është shumë i rëndësishëm. Kështu që kush po na marrin telefon. Kështu që kur bëjnë këto kontaktet, pra kontaktet fizike, ose dhe në teatr, në kinema, do qoftë, njerëzit janë, me fjalë, artistët janë të apasionuar pas atij kontakti. Dhe bëhet një me njeriu. Kështu që është shumë e vështirë që njeriu të shkëputet nga ai kontakt. Kështu që për artistët është e pamundur, këngëtarë qofshin apo çfarë do qofshin, nëse kanë kontakt me publikun, është krejt e pamundur. Ndërsa njerëzit normal e bëjnë. Shiko, unë për shembull do t'i them një, Ricci, ai që bënte filmin Beautiful, që erdhi në Itali dhe jeton në Itali poshtë në Puglia, për shembull, ai erdhi dhe donte të jetonte në një fshat edhe mos ta njihte njeri. Qëndroi disa vite, 3-4 vite, pastaj filloi prapë nga e para, që të shkonte në televizion, akoma vazhdon të shkojë në televizion, bën koncerte, ku ta di unë, sepse nuk mundet, një artist nuk mundet, sado që të lodhet, nuk mundet, sepse e ka në gen dhe e ka të lidhur me njerëzit, me publikun, dhe mos të shikoj njeri, jo vetëm ata që adhurojnë, po edhe mos shikoj njeri është tepër e vështirë, është e pamundur. Kështu që unë e shikoj edhe nga vetja, ndaj po ju thoshja që njerëzit normal, e bëjnë, po jo njerëz artist. Dhe doja t'ju thoshja juve, kthehemi prapë tek biseda e mëparshme. Ju do ta bënit që të jetonit në fshat, në pyll, pa asgjë, pa drita, pa ujë,
pa shtëpi, pa asgjë, pa makinë, pra krejt të rini aty me natyrën. Ju do t'jetonit. Shiko, ky turku ha bar, po, ai merr lakra, ha bar, ha gjëra kështu me fjalë përveç, sepse frutat nuk janë gjithmonë tërkohën. Dhe ata që i dhurojnë këto ushqimet nuk janë gjithmonë tërkohën. Me fjalë her pas here i çojnë ushqime. Ai çfarë i merr ndonjëherë kështu ja dërgon njëri dhe ky për shembull i bën pagesën, me sa e kam kuptuar unë, me një taksist, sepse ai s'do që të ketë kontakte në qytet, sepse thot po të shkoj unë në qytet thot, ose në fshat, do detyrojmë të shkoj sërish edhe prapë dhe do kthehem sërish. Dhe unë nuk dua. Dhe ç'bën ai? E bën me një korrier. Një korrier shkon, i merr ato çfarë, ky i jep vetëm parat me anë online. Ai korrieri i sjell çfarë i duhet ndonjë gjë, ja sjell aty dhe ky vazhdon rrugën e tij. Për sa i përket baterive, me sa e kuptova unë, e bën herë qoftë me korrierin, por edhe me njerëzit që janë aty përreth që e bëjnë me karikim, por ai ka një bateri nga ato ushtarake të mëdha, që ka aty tek ajo qytet, shtëpi, si mund të quhet, tek ajo shtëpia në pyll që e ka bërë nën tokë këtë, dhe kështu që ai jeton mirë. Tani nuk e di do kthehet apo jo, të jetoj edhe një në fshat ose në qytet, këtë nuk e di, por vazhdon akoma aty. E gjeni, një turk që ka vite, 10 vjet që jeton në pyll për mos të paguar taksat, paktën kështu thuhet në të gjitha gazetat, sepse foli edhe The Sun, ka folur edhe New York Times, kanë folur shumë gazeta për të, dhe është bërë shumë i famshëm, por ky është thelbi që gjoja ai nuk duhet të pagonte taksat, po ai ishte ndarë nga gruaja, okej, taksat erdhen më vonë, megjithatë ai i gjeti paqe në pyll. Kështu që ndaj po ju them juve, ju do ta bëni që jetoni në pyll pa asgjë fare. Unë po pres komentet tuaja, do të dëshiroja një komentin tuaj të më thoni, këta vazhdojnë, kush është më? Familja më telefonon. Kështu që unë po pres komentet tuaja, do t'ju lexoj, dhe i përgjigjen familjes, edhe pastaj do t'ju lexoj dhe shikoj përgjigjet tuaja. Jam kurioz të di, okej? Pres. Hajde, ju përqafoj, natën.